Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek ajo çfarë po ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku pas dështimit të negociatave në Islamabad, Donald Trump hedh në tavolinë skenarin më ekstrem pra një bllokadë detare kundër Iranit. Një lëvizje kjo që nuk është thjesht një presion diplomatik, por një hap që mund të konsiderohet nga ana tjetër një akt lufte dhe ngushtica e Hormuzit, arteria e naftës globale, rrezikon të kthehet në pikën zero të një përplasje që mund të përfshin këto fuqitë më të mëdha të botës. Dhe pikërisht për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme kam të ftuar gazetarin Sokol Braj. Sokol, përshëndes Knesi. Përshëndetje, gjithashtu të më Knesi. Atëherë Sokol, për ta nisur me atë që unë sapo thash mbas vendimit dhe skenarit të fundit që është ndërmarrë nga presidenti i SBA-s Donald Trump, fillimisht si e sheh dhe mendon se është kjo një bllokadë tashmë një presion diplomatik apo do të jetë një fillim një lufte të re dhe mendon se po e shtyn tashmë SBA-ja botën drejt një përplasje të pakontrollueshme do ta quaja me Iranin? Në fakt blokada apo atë prononcime që ka bërë Trumpi, kjo tregon që për atë qëllim që ka dalë në rrugë, pra që ka filluar kësaj luftës, Trumpi është shumë larg kësaj, dhe nëse shohim edhe tavolinë e diplomacisë në Islamabad të Pakistanit, kjo tregon që Amerika ka ndryshuar qëllimet e saj. Pra është në njëjtën rrugë, por ka ndryshuar qëllimet e saj, të cilat me të vërtetë le shumë për të dëshiruar që me të vërtetë Amerika është futur vetë dhe me planet e veta me Pentagonin dhe Washingtoni apo ka shkuar domethënë se me shku mas një shokut keq që ka dalë nga tres rrugë, pra ka shkuar pas Izraelit dhe duket që nuk ka arritur atë që kërkon, apo ndoshta Amerika ende nuk e din se çfarë kërkon, dhe kjo bllokada këtë na tregon neve që kemi tashmë një pasqyrë të qartë, e cila Amerika vetëm nuk po e arrin dot aty në qëllimit apo qëllimet e veta që ka për Iranin dhe për lindjen e mesme, në fakt vetëm thjesht për Iranin, e cila me do mos kërkon që të fusi e gjithë NATO-n dhe Bashkimin Evropian në këtë luftë pra pranë koalicionit Izrael-Iran. Dhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme, por duhet të thënë edhe kjo Griselda që Trumpi atë që e thot tani mas 2 orëve ndron atë që e thot pardje ndron sot. Domethënë nuk mund të bazohemi në këtë thënie të Trumpit fiksi kjo do të ndolli, por normalisht ishte për në gjatë tavolinave për bisedime për paqe apo për një armë pushim, normalisht çdo kush e ngret dorën sa më lart, pra unë baj këtë ti ban këtë, por gjithsesi kjo është një alarm, por thjesht a kuptohet kështu nga ana e shteteve të tjera, pra nga ato që kanë interesin, ato siç është pika kryesore është Shtetet e Bashkimit Evropian, ku shumica për tyre janë edhe anëtarë të NATO-s, po ashtu edhe Kina, India dhe të tjera. Pra blokada e Amerikës pra pas anijet sipas Trumpit kur të kalojnë në ngushticën e Bosforit, do t'i bllokojë unë me gjoja nëse ke paguar pra haraç, pra keni paguar 2 milion euro të cilët Irani thotë që unë do t'i marr tash tutje. Kjo tregon që ajo që pritshmëria e Amerikës është shumë larg kësaj, ose mund ta dëgjojmë në një anë tjetër që strategjia e Amerikës nëse ju kujtohet edhe para një muaji ku frikshim së bashku që gjitha municion, gjitha armë, gjitha ata pushtar që kanë ardhur në rajon thjesht nuk janë për Iranin, por janë për një gjë shumë më të madhe se sa Irani, sepse Irani për të gjitha ata është shumë i vogël. Sokol, nga ana tjetër mendon se e gjithë ky presion nga ana e Donald Trump, pra siç është edhe bllokada, po përdorin ndoshta si një armë për të detyruar Iranin të dorëzohet në këto negociata? Apo patjetër, në fakt çdo anë jep një gjë, kërkon ka një kërkesë shumë të lartë për të zbritur, për të arritur të marrë diçka, por nëse ajo pritshmëria e Iranit, pra atë që Irani ende qëndron pas saj, domethënë tashmë të fakti qëndron pas saj, por se sa e ka forcën të qëndrojë pas saj, pra se sa do ta kenë forcën Irani që ta mbajë me të vërtetë nën kontroll ngushticën e Hormuzit, kjo tregon që edhe Irani ka në fakt nuk ka armë bërthamore, pra armë nukleare, por ka një armë e cila është edhe shumë më efektive se sa një armë bërthamore që mund ta ketë që kanë shtetet e tjera. Kjo detyron jo thjesht Amerikën, por e gjithë forcat e mëdha, pra domethënë sidomos antarët e NATO-s, por ashtu edhe Kinën, edhe Rusinë, edhe Brazilin, Pakistanin, Indinë, i detyron që të negocioj me Amerikën që të ulen pra armët ashtu, sepse kërkesat e Amerikës në rajon nuk është thjesht për Iranin, pra kjo e cila tregon që ka futur në siklet domethënë gjithë botën, kurse edhe Amerika normalisht ndikohet nga kjo, por jo sa ndikohen të tjerë dhe sidomos Bashkimi Evropian, ku edhe zgjedhjet e dieshme në Hungari
treguan qartë që një ortakëri super perfekte mes Putin dhe Trumpit, duke nisur të gjithë njerëzit e vet për të ndemuar Orbanet, arritën të humbin. Pra kjo luftë dhe kjo blokada e Amerikës që tha Trumpi djetë sipër ngushtisës së Bosforit, kjo tregon që është një gol i madh shumë për Europën, sidomos për antarët e NATO-s të Europës, e cila unë besoj që këto nuk do të jenë pjesë e kësaj, domethënë qoftë edhe përfaqësuese, edhe me arsyen që Anglia tha që ne do të marrim pjesë, gjithsesi kjo do të diskutohet të krejt ndryshe, e cila duket që Amerika nuk po i humb normalisht koalicionin e NATO-s, por antarët e NATO-s, miqtë e vet nuk po i humb, por gjithsesi marrëdhënia mes tyre tashmë bëhet pak e vrasht, edhe ditët në vijim do ta tregoj se ku do të shkojë kjo orvajtje e blokadës Amerikës, a do të me vërtet do të arrisin Trumpi që t'ia uli kokën Iranit, pra të dorëzohet Iranit të nxjerrë flamurin e bardhë Iranit, apo jo, që do ta shohim në vijim, por reagimet e Iranit janë të kundërta, pra në një gjendje të tillë në fakt është pak e vështirë që të shohim, të besojmë ose të marrim për të qenë, për reale ato çfarë janë prononcime zyrtare, qoftë nga Amerika, qoftë nga Izraeli, po qoftë edhe nga Irani, sepse dihet që edhe propaganda është një mjet kryesor ku tashmë ashtu apo kështu janë në një tavolinë ende vazhdon ajo tavolina e deri nesër në orën 5, në mos gaboj, vazhdon kjo tavolina e diplomacisë, pra aty mbrapa me vërtet do të them pasaj tek fjalët e Trumpit, do ta eliminojmë, do ta shuhim mbi faqen edhe të gjithë qytetërimin e Pers, pra të Iranit, apo do vazhdojnë ende negociata, këtë do ta shohim. Sukol nga ana tjetër mendon se po e nënvlerëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës reagimin e Iranit dhe çfarë ndodh nëse do të kemi një reagim nga ana e Iranit? Në fakt Amerika patjetër që e ka nënvlerësuar reagimin, jo Amerika, por të gjitha kanë nënvlerësuar reagimin e Iranit, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Rusia, qoftë Kina, qoftë Pakistani, qoftë vendet e Gjirit Persik, vendet e Gadishut Arabik, qoftë edhe Izraeli, e kanë nënvlerësuar sepse janë bazuar në luftën dyjavore, se nëse të kujtohet para vitin e kaluar, para gati një vit që është bërë lufta dyjavore, cili Irani u tregu që ishte një luan prej letrën, as kartoni fare vetëm një letër e hollshëm. Por në rastin e 28 shkurtit të koalicionit Amerik-Izrael kundra Iranit, atëherë Irani me të vërtet u doli si një luan i plagosur, i cili arriti të njohë, domethënë arriti të bëjë edhe një mbledhje në Pakistan, e cila kjo ka qenë ndër negociatat më të larta në nivelin më të lartë politik të Amerikës dhe të Iranit që janë takuar ballë për ballë, janë takuar në një tavolinë në Pakistan. Pra Irani ka bërë diçka në atë dhe përdorja e Hormuzit, Irani me të vërtetë që duket nga ana psikologjike, të paktën në rajon, është domethënë është e para, kurse nga ana ekonomike dihet domethënë që Irani në mira ndërtesa, shumë gjëra janë bërë rashmehi, pra nga ana ekonomike ka humbur shumë, por nga ana të qenit, domethënë për si shtet, pra e cili nuk po i mposhtet Amerikës, kjo tregojnë edhe vetë negociatat. Por reagimi i tani e mrapa e Iranit, sipas prononcimeve zyrtare normalisht, sepse nuk e dim se sa forcë i ka ngel Iranit mapa për të vazhduar këtë luftë, pra për të goditur armiqtë e saj. Pra armiqtë e saj janë Shtetet e Gjirit Persik dhe Izraelis dhe bazat amerikane në rajon, sepse normalisht nga Irani hulet me gjujt një bombë Amerikës, pra janë ta kuptojnë drejt këtë. Se çfarë do bëjë dhe sa ka forcën të ta shohim në film, por prononcimet zyrtare të Iranit janë që thotë ok, atëherë pra nëse si të doni jo, nëse doni luftë, ne vazhdojmë luftën pa asnjë problemi, pikat tona janë 1, 2, 3, 4, 5, të cilat nuk do të lëshojmë pe, pra këto janë mohabete tavulinet, por rajoni tregon në fakt edhe gjë tjetër dhe sidomos prononcimet e Amerikës janë shumë të vakta në rajon, pra edhe pse Amerika thotë bëra këtë, Trumpi thotë bëra këtë, me të vërtetë rajoni, pra lufta aktuale tregon gjëra shumë të kundërta, e cila edhe reagimet e Trumpit tregojnë që Amerika nuk është në vijim dorë, por kjo në fakt më le ta them që nuk është se po humb Amerika, domethënë normalisht Amerika nuk po humb sepse është në 10.000 kilometra larg. Por nuk po fiton atë çfarë deshi. Kurse Irani nuk është duke fituar, Irani ka një luftë për mbijetesë, pra për të qenë apo për të zhdukur, dhe kjo forca e Iranit me të vërtetë që po bën shumë gjëra, e cila edhe në fillim të negociatave ku krye negociatori, siç ishte kryeministri pakistanes, tha që po, kemi këtu domethënë pra të gjithë luftën, pra edhe Beirut, edhe
edhe Libanin, por pastaj Amerika dhe Izraeli e ndërrodhen dhe thanë që jo, nuk janë ata, e cila edhe me këtë kusht Irani pranoi të ulet në tavolinë. Pra, ndoshta mund ta mendojmë ose duhet ta mendojmë ose mund ta mendojmë që Irani ende ka forcën e vet e cila me të vërtetë do ta detyrojë Amerikën deri diku që të ulet në tavolinë ose të jetë pjesë e këtyre negociatave, qoftë Gaza për qoftë edhe Libani. Sokol, çfarë ndodh me botën nëse Kina dhe India do ta sfidojnë këtë blokadë? Pra rrezikon kjo të kthehet në një përplasje mes fuqive të mëdha? Në fakt, nëse i referohemi të drejtës ndërkombëtare apo shembull që kanë ndodhur gjatë historisë të tilla, një në radhë të parë një blokadë të tillë Amerika nuk e bën dot me asnjë lloj aspekti, sepse kërkohet një vendim i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila kjo do ta ketë shumë të vështirë të pranohet nga Rusia dhe nga Kina, po ashtu edhe nga Franca, sepse dihet që edhe Franca është antar i Këshillit të Sigurimit dhe Europa, pra nuk besoj që do ta pranojnë, por tashmë kemi një situatë krejt tjetër globale, Griselda, e cila me të vërtetë i fortë tashmë nuk ka kushtet. Duhet parë dhe kjo që a do të ketë me të vërtetë forcën Kina apo India apo dhe Rusia që të sulmojnë një anije amerikane. Kjo le shumë për të dëshiruar, sepse forca e Kinës edhe Indisë edhe India ka kaluar ashtë 2/2, domethënë pak në ana perëndimore, pak në ana lindore, por Kina dhe Rusia në sa duket tashmë nuk kanë atë forcën sa të përballojnë Amerikën, sepse gjithë forca e tyre teknologjike apo dhe logjistike ishte në Venezuelë, ishte edhe në Iran, por sa duket Amerika është super më e lartë se sa ato e cilat i ka neutralizuar totalisht dhe po bën atë çfarë Amerika e kërkon, pavarësisht se kanë menduar ndoshta për Iranin për 2-3 ditë apo për një ditë në marrë punësin e Venezuela dhe i doli e kundërta, por gjithsesi nuk pritet që Rusia dhe Kina të kenë një konflikt, pra një konflikt real me Amerikën, sepse forcat e tyre janë shumë të dobta pranë Amerikës. Sokol, mendon se kjo blokadë, nëse do të ndërmerret, pra ky veprim nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të jetë një gabim strategjik dhe nga ana tjetër sa i përgatitur do të jetë Irani për një luftë detare asimetrike, të quajmë? Nëse i shohim, nëse i referohemi eksperteve dhe think tankeve dhe strategjistëve të cilët flasin për mbështetjen e Hormuzit për atë detin, domethënë atje, ata thonë për qoftë perëndimor, qoftë lindor, se normalisht që Teherani ashtu do të thonë atje tjetër gjë ajo, por edhe perëndimorët edhe lindorët dhe shumë strategjistë të cilët shtetet e tyre janë antarë të NATO-s thonë që kjo është e pamundur, domethënë të blokojë Amerika aty, sepse është vetë zona gjeografike e cila i jep prioritet të madh Iranit. Pra do të jetë një fatalitet për Amerikën dhe do të jetë një humbje e madhe për Amerikën. Domethënë në kuptimin e fjalës humbje, ato anijet ato mund të goditen qoftë me mina detare, qoftë edhe me katyushka apo edhe me armë, domethënë nga sipër kodrat e malit mund të gjuhen ato anije që mund të vinë, domethënë mund të jenë aty, por nëse e kalon territorin e Iranit, pra në hapësirë, në një det të hapur, atëherë normalisht që Irani e ka shumë të vështirë, por besoj që këto janë rritja e toneve të ashpërta për të ulur në tavolinë dhe për të marrur sa më shumë Amerika nga ajo çfarë dëshiron, por do të thënë edhe kjo që kemi në fakt edhe faktorin Izrael, i cili me të vërtetë jo dita ditës, po ora orës po e zgjeron okupimin e saj, po e zgjeron pushtimin e saj, po e zgjeron edhe genocidin dhe krimet e saj në të gjithë rajonin, jo vetëm thjesht në Liban, por edhe në Siri, bombardimet janë, por edhe në Irak dhe jo vetëm edhe në Gaza. Këto vazhdojnë, e cila me të vërtetë duket që Amerika ka hyrë, domethënë në këtë luftë, por nuk po din të dalë më apo ndoshta nuk e lën të dalë më, sepse si gjetë për median botërore, flitet edhe dosja Epstein, e cila tashmë edhe gruaja e Trumpit ka qenë një ndër ato gocat që janë përdorur nga Epstein për pedofili, po ashtu edhe pse ajo doli, Melania Trump doli para në shtëpinë e bardhë dhe foli, domethënë që për herë të parë që të dalë zonja First Lady e Amerikës në shtëpinë e bardhë pa burrin e vet, pa presidentin, gjithë ato të bëjnë prononcimet e tilla. Kjo është për herë të parë, por në mos gaboj, Miss Brazili tha që po na kemi qenë të dy ata, domethënë pra e minorene ku janë përdorur nga Epsteini, dhe këto duken sikur janë edhe shumë teori konspiracioni, por janë edhe shumë gjëra, por ajo që është realitet
në këtë luftë. Biseda është që Izraeli do ta zgjirojë edhe më shumë këtë luftë, pra jo vetëm thjesht me Iran, por ta zgjirojë edhe shumë më lart, e para me gjërë, pra e para. E dyta, Izraeli ka strategjinë e vet, e cila pavarësisht se ne themi pra sapo media thotë që është Benjamin Netanyahu, është një politikë shtetërore e Izraelit, e cila prej dekadash vazhdon zgjerimin e saj dhe kaosin e saj dhe genocidin e saj, ku tashmë 2 vite e gjysmë janë bërë që ne shohim gjithë bota, domethënë ne shohim live, kurse Amerika këtu duket që nuk e ka një strategji të vet, domethënë specifike për këtë, sepse edhe nga legjislacioni amerikan, i cili me dalë atje me Britaniet pra atje, kjo është edhe kundra vetë legjislacionit amerikan, i cili do të marrë lejen nga Senati amerikan, i cili Senati amerikan nuk besoj që do të japin okejin Trumpit, sepse siç dihet Trumpi ka një operacion pra dhe jo luftë, për të shpallur luftë Amerika dikujt duhet të ketë në radhë të parë vendimin e Senatit, do të ketë vendimin e Senatit dhe ka bën një operacion, dhe në këtë operacion nuk mund të dalin diku detet e më marrë dhe unë po bllokoj anijet po bëj këtë, pra siç e bëri edhe Putini. Kam një operacioni kaloi 4 vite sa domethënë me luftë. E kemi një gjallëri aq të madhe në zonë ku deri më tashmë vetëm Izraeli po fiton nga ajo strategjia e vet e zgjerimit, e pushtimit, e krimeve, kurse Irani po mundohet të mbrojë vete. Kurse Amerika me sa duket është futur në këtë gjyrulli dhe po mundohet të dalë me një krenari, sepse duhet të ushqyejë edhe popullive, pra të shkuam atje, çfarë bëm atje. Para vitin e kaluar në që luftën 2 javore, Amerika tha që ne bombarduam, pra nuk kemi më frikë nga armët nukleare të Iranit. E tashmë ende në tavolinë është pika kryesore armët e bërthamore të Iranit. Pra atë që thotë Trumpi në fushë janë krejtë ndryshme dhe kjo e bën edhe më të pazgjidhshme situatën në rajon. Sokol, nga ana tjetër, kush ka më shumë për të humbur në gjithë këtë konflikt? Pra kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Iranin nga ana tjetër? Jo, tashmë është shumë herët për të thënë se kush humbi apo kush fitoi, kush humbi. Ne mund ta quajmë kështu, kush fitoi më pak dhe kush humbi më pak. Pra se cili është fitore këtu nuk mund ta quajmë, domethënë edhe Izraelin e quajmë që është fitore nga ana e mrenshme, politika e mrenshme. Për shembull, Izraeli ka fituar sepse nga Izraeli tashmë janë larguar 3 milionë e gjysmë apo 4 milionë njerëz, të cilët kanë qenë si themi ne kundra lufta kundra ashtu, dhe tashmë të paktën në 2-3 dekada më radhë në Izrael do të kemi qeveri radikale që janë vetëm për krime, pra që përdorin që mbështesin qeveritë e tyre për krime, për vrasje, për genocide, pra sepse ata të njerëzit me mendje të këtillë janë larguar nga Izraeli, nuk do kthehen më atje. Kjo nga ana politikës së mbrojtshme Izraelit është një fitim i madh. E para. Pavarësisht se ka humbje ushtik ajo Kubeja, Çelik, domethënë Çatia, Çelik te aty ka humba tjetër, por tashmë edhe në Liban ka hyrë 50, 60 deri 100 kilometra, dhe tashmë ka përbesuar po ashtu edhe lartësiat e Golanit i ka marrë ashtu, po ashtu edhe në Irak pritet të bëjë gjë të tjera, në Jordani po ashtu dhe në vende e tjera. Kurse nga ana e Iranit në fakt nuk është për të fituar asnjë, sepse Irani është i pushtuar, pra Iranin e kanë pushtuar të Iranit, ka një luftë për mbijetesë, për të mbijetuar dhe për të mbijetuar kurse pushtuesi dhe i pushtuari janë dy ndryshime, nuk mund ta quajmë ne fitim për Iranin, por nëse Irani ja arrin pra të mposhti me të vërtetë ta godisi Izraelin, sepse Amerikës nuk ka çfarë bën në asnjë mënyrë, ta godisi Izraelin dhe ta lëj brenda kufive të saj, pra t'ja sepse Izraeli nuk merr vesh ndryshe vetëm me armë, pra i fortë, vetëm nëse ti je i fortë dhe ja thën turisti themi ne shqip, vetëm atëherë ulen në bisedime me ndryshë, kurse me të tjerat janë krejt pralla, sepse janë dukur domethënë prej dekadash politikat e Izraelit dhe të Amerikës me Iran. Kurse Amerika unë nuk e shoh që humb Amerika nga politika e mrenshme mund të humbin, pra republikanët duke shumë vështirë që të fitojnë në zgjedhjen e nëntorit, po ashtu edhe pas 2 tjetër, po ashtu edhe Vance që ishte domethënë gjoja kundër kësaj lufte u dërguar në Islamabad, pra edhe një vit e kuqe ku kemi një përplasje shumë të madhe brenda republikanëve në Amerikë, pra kemi edhe me llojet e tyre kanë një përplasje shumë e madhe, por pritet me sa shqitet në median amerikane, pritet që me të vërtet pas kësaj lufte, pra nëse do të marrë fund kjo luftë për 1 muaj, 2 muaj apo deri në shtator që pas thënë Trumpi dikur, atëherë në Amerikë do të kemi edhe aventura shumë të rëndësishme të cila shteti amerikan, pra Pentagoni, po ashtu edhe Washingtoni do të shohin për kyladjen e vet brenda shtetit të tyre, e cila do të ndryshojë shumë gjëra ndoshta për të ardhmen e Amerikës. Dhe Amerika në rajon në fakt nuk humb gjë, sepse
Amerika e shef çdo gjë nga ana mallore, nuk ka asnjë forcë në botë që të dali e kundra, pra as Rusia, as Kina, as Brazilia, apo India, apo se tjetër kush do dalë tjetër. Kështu që Amerika atë vendin që ka mendimin për të qenë vetmja forcë globale, e cila është domethënë deri më tani këtë do ta vazhdojnë, edhe pse mund të paguajnë një faturë shumë të madhe, miliarda euro në lindjen e mesme, nuk është shumë problem, se në fund të fundit edhe pari ka marrë dhe i paguajnë arabët. Pra shtetet e gjirit përsikë dhe Arabia Saudite, në mos gabojnë vizita e parë e Trumpit që u zgjo për herë të dytë, president shkoi 3.4 trilion dollar janë ata, edhe shpenzimi që ka bërë Amerika me këtë luftë, normalisht do t'i paguajnë arabët të gjitha, do t'i paguajnë kesh biles arabët. Kurse në aspektin geostrategjik, kjo zonë ndoshta mund të iku nga influenca e Amerikës. Kjo mund të jetë një humbje për Amerikën, por sa të ketë Izraelin ende si shtet në rajon, nuk besoj që Amerika mund të humbin në rajon, sepse ka prej dekada me radhë se çfarë do të bëjë Amerika me dorën e Izraelit, i arrin të ketë në kontroll të gjitha. Por nëse Irani arrin të në tavolinën e saj të fitojë të gjitha ato 10 pikat e veta të cilat ka thënë, mbas ne do të kemi njashtë, sepse duhet harruar Grisela që nëse pas mbarojmë një luftë të gjithë bëhen më të fortë. Pra nëse Irani fiton aty, mbas ne do të kemi edhe Kinën, do të kemi edhe Rusinë, edhe shumë të jetë edhe Bashkimi Evropian do të jetë me Iranin. Pra nëse fiton Irani, por nëse humb, pastaj nuk është kuptues me të. Kjo është ajo. Po deri tani nuk mund të them që aty ku fitoi Amerika apo fitoi ai Irani. Vetëm gjë që ka fituar Izraeli për me zgjerimin e saj afatgjatë, kurse të tjerat janë në humbje, por njëra në ka luftë për ta pushtuar, kurse tjetra ka përmbledhje, si do ta kuptoj edhe pak në nuanca të ndryshme fitoren apo humbjen të dy anëve. Mirë, Sokol, për të mbyllur, ndërkaq mendon se ka ende shpresë për negociata mes këtyre vendeve, apo kjo është rruga, le ta shuajmë, pra përballë një përplasje të pashmangshme? Tashmë, në fakt është shumë e vështirë që të themi, sepse dihet historikisht që çdo luftë në fund të fundit mbaron në tavolinën e diplomacisë, pra dikur mbaron. Por të njëjtën gjë e thonim edhe para 4 viteve, 2 muaj më parë për Rusinë që mbaroi sot, mbaroi nesër, dhe kjo është shumë për të dëshiruar, por duke pa tre aktorët në rajon, pra në këtë luftë që janë Amerika, Izraeli dhe Irani. Një e para, Amerika dhe Irani duan ta marrojnë këtë luftë me të mos sa më shpejt, sepse të dy nuk janë në fituar, asnjëri nuk po fiton aty, qoftë nga ana ekonomike, po qoftë edhe nga ana gjeostrategjike. Vetëm por të duan ta marrojnë dhe duan të dalin në një krenari në fakt nga kjo luftë, e cila nuk po e arrisin dot as Irani dhe as Amerika. Kurse Izraeli ka një strategji krejt të ndryshme, pra si zgjedhjet në të gjithë rajonin, dhe sidomos që pas 2001 të mrapa, pra kemi 25 vite e mresh që Izraeli kërkon që të fusi e gjithë zonën, domethënë sa më larg, pra qoftë edhe Bashkimin Evropian në Kipër apo në Greqi, ta fusin në kaos. Kjo është politika strategjike e Izraelit, që të ketë kaos, që të ketë lufta, që të ketë çoptime gjithanë. Kurse Amerika dhe Irani duan që të mbarojnë këtë luftë, sepse me të vërtetë edhe Trumpi ka shumë të vështirë, pra siç e thash edhe në fillim Griselda, që çfarë do të thotë populli tina, edhe kjo është një minus shumë i madh, domethënë jo vetëm thjesht për Trumpin, por edhe për partinë e tij, e cila vonë mund të vinë në qeveri me këtë politika të Trumpit. Edhe kurse nga Irani, po Irani është në fitim mbarë, se ku i them në fitim është për vetë mbrojtje, por të paktën deri diku nga ana psikologjike ka arritur ta thot popullit në radhë parë forcoj brenda shtetit të vetë dhe gjithë opozitarët që ishin, sepse tashmë kur çohet dikush një shtet tjetër në botë dhe thotë unë do të eliminoj e gjithë qytetërimin tuaj iranian pers, pra do të eliminoj qytetërimin, normalisht që këtu nuk ka më pastaj opozit i majt apo i djathtë të kundra Hamanet apo pro Hamanet, sepse në fund të fundit pra i e mish për armën, pra qofsh i majt i djathtë, domethënë qofsh me regjimin e Ayatollah apo qofsh edhe kundër Artina, por forca e Iranit, nëse me të vërtetë Irani do të ketë që thotë ende nuk kemi përdorur ato armë që ne kemi, pra domethënë ka armë shumë më të mëdha, më të forta Iranit, atëherë Irani aty mund të dalin shumë i fitueshëm, pavarësisht se duhen ndoshta vite apo duhen dekada, por nëse Irani arrin ta largojë Amerikën nga aty dhe t'ia uli hundët Izraelit, atëherë Irani do të ketë nën kontrollin e vet totalisht e gjithë shtetet gjithë përsik brenda këtu edhe
Arabinë Saudite, e cila për dekada me radhë Irani do të jetë një ndër superfuqitë e rajonit. Biles, nëse do të arrisë një fitore të tillë, unë mendoj që Irani do të jetë vendi që do të jetë më i ngushtë me Bashkimin Evropian në të ardhmen. E qartë. Mirë, se kol kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për mua, faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund, do të ndalemi pas pak në pjesën e dytë për të folur sërish për gjeopolitikën.